Emri I Oskar Dirlewanger ishte I njohur në kampe për historinë e tij të donshme. Ai ishte gjattar, kriminal, komandant dhe xhellat. Për vite ai drejtoi një njësi të krijuar për të bërë atë që as SS-et konvencionale nuk guxonin ta zbatonin, duke rrafshuar fshatra të tëra, duke u vënë zjarrin pyjeve me banorët e tyre brenda dhe duke zhdukur civil me metoda të organizuara gjuetie. Nën komandën e tij u rekrutuan të burgosur të zakonshëm për të formuar një brigadë që vepronte pa ligj, e ushqyer nga urrejtja, sadizmi dhe alkooli. Ndërsa oficerë të tjerë u përgjigjeshin hierarkive, Dirlewanger I përgjigjej vetëm shtysës së tij shkatërruese. Ai mori pjesë në masakrën e getos së Varshavës, në ekzekutime masive në Bielorusi, në shtypjen e plot të kryengritjes slovake. Megjithatë, kur Raihu u shemb, emri I tij u zhduk bashkë me të. Ai u kap nga ushtar francez ndërsa përdorte një identitet të rrem, por vdiq përpara se të përballej me gjyq. E gjetën të vdekur në qelinë e tij, me fytyrën të panjohur nga goditjet. A e vran ushtarët aleat, të burgosurit hakmarrës, apo dikush tjetër që nuk donte që ai të fliste? Vitete e reta, krimi dhe ngritja e një përbindëshi. Oskar Dirlewanger lindi në qytetin gjerman Würzburg më 26 shtator të 1895 në një familje të klasës së mesme, ku babai I tij, August, punonte si avokat dhe nëna e tij, Pauline, kujdesej për shtëpinë. Ai u rrit me 3 vëllezër në një mjedis që nuk dallohej as për ideologji, as për radikalizëm. Në 1906, familja e tij u zhvendos në Esslingen am Neckar dhe ishte aty ku kreu studimet e tij të mesme, së pari në gjimnazin lokal dhe më pas në një shkollë teknike të lartë. Ai përfundoi formimin e tij para universitar në 1913 dhe megjithse nuk shfaqte sjellje të shkëlqyer, nuk shkaktonte as alarme të veçanta në mjedisin e tij akademik. Të njëjtin vit, ai u bashkua vullnetarisht ushtrisë së Württembergut, duke u caktuar në një regjiment granadierësh që varej nga korpusi 3D mbretëror. Vetëm disa muaj më vonë, me shpërtimin e luftës së parë botërore, ai u dërgua në frontin perëndimor brenda ushtrisë së Pest, nën komandën e princit trashëgimtar Wilhelm. Pavarësisht këtyre lëndimeve, ai vazhdoi në shërbim aktiv gjatë pothuajse gjithë luftës. Ai mori të dyja klasat e kryqit të hekurt, medaljen e trimërisë të Württembergut në Ar dhe njohje të tjera që dëshmonin ekspozimin e tij të vazhdueshëm ndaj luftimeve. Ai arriti në fund të konfliktit me gradën e togerit, në komand të një kompanie mitralozësh dhe me një përqindje zyrtare invaliditeti të njohur për plagët e akumuluara. Që nga 1917, ai shërbeu në zonën lindore, duke marrë pjesë në pushtimin e Ukrainës dhe rajoneve të tjera në tërheqje. Kur u nënshkruar pushimi, njësia e tij duhej të internohej në territorin rumun, por Dirlewanger vendosi të mos bindet dhe udhëhoqi personalisht më shumë se 600 burra drejt Gjermanisë vet, duke shmangur dorëzimin. Kjo përvojë shënoi një pikë ktheze në karrierën e tij, që atëherë ai zhvilloi një stil jetese në të cilin sfidonte normat e vendosura, nuk njihte asnjë autoritet mbi veten e tij dhe përdorte dhunën si një metodë të vlefshme edhe në kohë paçeje. Disa raporte policore të kohës e përshkruanin tashmë si të paqëndrueshëm, me probleme alkooli dhe me tendenca agresive që theksoheshin në efektin e substancave. Në fund të luftës, si shumë veteran të tjerë, ai u bashkua me grupe të ndryshme paramilitare të njohura si Freikorps. Ai mori pjesë në aksione kundër kryengritjeve komuniste në disa rajone të Gjermanisë dhe gjithashtu luftoi në Silezinë e Epërme kundër forcave polake. Paralelisht, ai u përpoq të vazhdonte formimin e tij akademik, së pari në një shkollë të lartë tregtie në Mannheim, nga e cila u përjashtua për antisemitizëm, dhe më vonë në Universitetin e Frankfurtit,
ku arriti të doktoronte në shkenca politike në 1922 me një tezë kundër planifikimit ekonomik shtetëror. Gjatë këtyre viteve, ai alternoi studimet e tij me pjesëmarrjen në patrullat e armatosura të organizuara në nivel lokal, si e ashtu quajtura Garda e rrugëve të Württembergut, të cilën ai vetë ndihmoi ta krijonte dhe drejtonte. Në 1921, ai mori pjesë në një operacion kundër një grupi të armatosur komunist në qytetin Zangerhausen. Aty, ai drejtoi një tren të blinduar në drejtim të vatrës së rebelimit, por sulmi i tij u zmbraps dhe detashmenti i tij mbeti i izoluar derisa mori përforcime gjatë natës. Pavarësisht dështimit fillestar, propaganda lokale e portretizoi më vonë siç lirimtarinë e qytetit kundër rrezikut të kuq, dhe vite më vonë do të merrte edhe shtetësinë e nderit për atë veprim. Figura e tij filloi të qarkullonte në ambiente nacionaliste, megjithse pa një ngritje të qartë institucionale apo mbështetje zyrtare të qëndrueshme. Të njëjtin vit, ai ju bashkua partisë naziste për herë të parë dhe gjithashtu u regjistrua në radhët e SA, megjithse lidhja e tij ishte ndërprerë. Gjatë grushtit të shtetit të dështuar të Minihut në 1923, ai u përpoq të mobilizonte automjete të blinduara nga Stuttgart drejt Bavarisë, por nuk pati sukses. Pas atij dështimi, ai u largua përkohësisht nga partia dhe i përqendroi aktivitetet e tij në sektorin privat. Ai punoi në industrinë e tekstilit, në bank, dhe më vonë shërbeu si drejtor i një fabrike në pronësi të një familje hebreje në Erfurt, gjë që e bëri të largohej përsëri nga militantizmi politik aktiv. Edhe kështu, ai mbajti kontakt me qarqet e lidhura me partinë dhe bëri donacione për SA, në disa raste me fonde të marrakinse nga devijimi i parave të kompanisë. Gjatë dekadës së 1930, problemet e tij ligjore u akumuluan. Ai u arrestua në mënyrë të përsëritur për mbajtje të paligjshme armësh dhe për krime të përvetësimit. Në 1934, ai u dënua me 2 vjet burg për marrëdhënie seksuale me një të mitur, gjë që rezultoi në shkarkimin e tij nga të gjitha postet publike, humbjen e doktoraturës dhe përjashtimin e tij nga partia. Pak kohë pas lirimit, ai u arrestua përsëri, këtë herë për shkaktim trazirash në afërsi të kancelarisë së Reichut, ku kërkonte anulimin e akuzave kundër tij. Në atë kontekst, ai u dërgua në një kamp paraburgimi në Welsheim, megjithse nuk u bë e qartë nëse ishte një masë gjyqësore apo një formë dënimi administrativ pa proces formal. Në atë moment, gjithçka dukej se tregonte se karriera e tij kishte përfunduar, por ndërhyri një figurë kyçe, Gottlob Berger. Të dy njiheshin që nga lufta e parë botërore dhe mbanin një marrëdhënie besimi bazuar në vitet e luftës të ndara. Berger kishte avancuar brenda SS-s dhe ishte një nga njerëzit e besuar të Himmlerit, me ndikim të drejtë për drejtë mbi proceset e brendshme të aparatit. Fal ndërhyrjeve të tij personale, Dirlewanger u lirua dhe u riintegrua në rezervën e përgjithshme të SS-së, megjithse pa funksione aktive të menjëhershme. Për ta larguar nga vëmendja publike dhe për të kërkuar një mundësi të re shpëtimi, u vendos ta dërgoni në Spanjë, ku shpërthente lufta civile. Aty, ai u integrua së pari në Legionin e Huaj Spanjoll, më pas me ndërmjetësimin e Bergerit, u transferua në Legionin Kondor Gjerman. Gjatë asaj periudhe u plagos disa herë dhe u dallua në disa operacione mbështetëse për forcat frankiste. Midis 1937 dhe 1939, ai akumuloi përvojë në luftimet urbane, shtypjen e vatrave të rezistencës dhe operacionet e pushtimit. Pasi përfundoi konflikti, Berger ndërhyri përsëri për të kërkuar që performanca e tij në Spanjë të konsiderohej si argument në favor të rehabilitimit të tij të plot politik. Kërkesa e tij pati sukses. Atij u kthie doktoratura nga Universiteti i Frankfurtit, i u lejua të rihynte në partinë naziste
dhe dosja e tij penale u rivlerësua në terma administrativ. Në korrik të 1939, Dirlewanger drejtoi një letër direkt Himmlerit për të kërkuar pranimin e tij zyrtar në Waffen-SS. Në fillim, kërkesa e tij u refuzua për shkak të peshës së precedentëve të tij gjyqësor. Megjithatë, pa kohë më pas, atij ju ofrua një alternativë. Nuk do të pranohej në një njësi konvencionale, por mund të organizonte një formacion special me të burgosur të zgjedhur për aftësinë e tyre në mall. Kështu lindi projekti i një njësie të përbërë nga gjuetar të paligjishëm të dënuar, i justifikuar në niden se këta burra, të mësuar të lëviznin në pyll, do të ishin të dobishëm për operacionet kundër kryengritse në zonat rurale. Ajo që në teori ishte një propozim marginal me qëllime specifike, u shndërua në hapin e parë drejt ndërtimit të një grupimi të armatosur që nuk u përgjigjej kodeve të zakonshme të disiplinës ushtarake. Zgjedhja e Dirlewangerit si komandant nuk ishte produkt i një vlerësimi profesional, por i një vendimi politik të mbështetur nga afërsia e tij me Bergerin dhe nga gatishmëria e Himmlerit për të përdorur burime njerëzore jashtë sistemit për misione që kërkonin brutalitet maksimal. Që atëhere emri i tij do të fillonte të qarkullonte jo vetëm midis sektorëve më të errët të aparatit shtypës, por edhe në zyrat e atyre që preferonin të porozisnin detyra të caktuara pa lënë gjurmë ligjore. Dirlewanger kaloi nga të qenit një veteran problematik, i diskredituar dhe me precedent, në komandant të një grupi të armatosur me mbështetje të drejtë për drejtë nga udhëheqja e SS. Rruga e tij deri në atë pikë nuk i ishte nënshtruar meritave apo arritjeve institucionale, por një akumulim i dhunash, besnikërish personale dhe rrethanash të jashtëzakonshme që i lejuan atij të mbijetonte politikisht kur të tjerët do të ishin përjashtuar. Lufta i ofroi një mjedis ku brutaliteti mund të ishte i dobishëm dhe ku dosja e tij nuk ishte më një barr, por një kredencial. Dislokimi i njësisë së tij nuk ishte filluar ende zyrtarisht, por korniza ishte vendosur. Kushtet që e kishin quar deri aty, mbrojtja politike, historia kriminale, aftësia për të vepruar jashtë sistemit, do të ishin të njëjtat që do të shënonin karakterin e formacionit që do të linte. Dirlewanger nuk ishte rezultati i një politike aksidentale, por një figure formuar nga nevoja e regjimit për të pasur ekzekutor pa kufi. Kjo e kaluar, larg të qenit penges, ishte ajo që justifikoi ngritjen e tij. Të pacenueshmit e Dirlewanger, lindja e brigades së terrorit. Kur lufta kishte shpërfillur tashmë të gjitha normat e vendosura, filluan të shfaqen nismat që nuk ndiqnin asnjë model tradicional ushtarak. Një prej tyre ishte formimi i një grupi që, larg përgjigjes ndaj kritereve profesionale ose ideologjike, u armatos me individ që vetë regjimi i kishte konsideruar të panevojshëm. Njësia u formua në mënyrë paralele me frontet konvencionale, me mbështetjen e figurave të caktuara të nivelit të lartë, megjithse jashtë kanaleve të zakonshme të ushtrisë së rregullt. Koncepti, pas krijimit të kësaj njësie, nuk ndiqte modele tradicionale. Në vend që të kërkoheshin burra me përvojë ushtarake ose formim ideologjik, u vendos të rekrutoheshin të dënuar të zakonshëm, sidomos ata që kishin kryer krime të lidhur me gjuetinë e paligjishme. Himmler e justifikonte këtë vendim me idenë se gjuetarët e paligjishëm zotëronin aftësi të dobishme për të luftuar partizanët, të cilët konsideroheshin të ngjashëm me gjahun që fshihej në pyje. Ky vizion lejonte kthimin e kriminalëve në ushtar në premtimin e shpërblimit, duke krijuar një hapësirë brenda aparatit ushtarak ku normat e zakonshme pezulloheshin. Rekrutët e parë u përzgjodhën drejt për drejt nga burgje gjermane, dhe njësia filloi të operonte në kuadrin e të ashtu gjuajturit programi shpërblimit me anë të luftimit. Kjo nismë u lejonte kriminalëve të aksesonin një mundësi të dytë përmes përmbushjes së funksioneve ushtarake,
megjithse në të vërtet funksiononte si një mjet për të punësuar burra që nuk do të kishin vend në asnjë trup tjetër të armatosur. Që në origjinë njësia ishte rrethuar nga tensione midis institucioneve të ndryshme, pasi SS-ja e toleronte, por pa e integruar plotësisht, dhe Wehrmachti e vëzhgonte me dyshim. Mizionet e para u zhvilluan në Slovaki dhe në rajonin e Lublinit, në Poloni. Ndonse formalisht bëhej fjalë për operacione kundër grupeve të rezistencës, praktika tregonte diçka tjetër. Sulmet përqendroheshin në populatat rurale, me veprime që përfshinin plaçkitje, ekzekutime të menjëhershme dhe reprezalje kolektive. Struktura e grupit nuk lejonte dalimin midis luftimit real dhe dhunës së panevojshme, dhe kjo paqartësi u bë karakteristik. Brenda pak kohe, njësia konsolidoi një reputacion të bazuar në terror, gjë që i bëri komandat e tjera të shprehnin shqetësim për ndikimin që kjo do të kishte në imazhin e përgjithshëm të ushtrisë. Marrëdhënia e Dirlevangerit me burrat e tij ishte më afër asaj të një udhëheqësi bandash se sa asaj të një komandanti tradicional. Nuk ekzistonte një hierarki e qartë apo procedura të standardizuara. Besnikëria bazohej në frikën dhe në faktin e ndarjes së një origjine të përbashkët të shënuar nga marginalizimi. Shumë nga ushtarët shihnin tek ai dikë që kuptonte situatën e tyre, pasi ai vetë kishte kaluar në përburg dhe ishte përjashtuar nga sistemi në raste të shumta. Kjo lidhje krijonte një kohezion të brendshëm të bazuar në mosdëshkimin dhe dhunën e vazhdueshme. Tensioni midis degëve të ndryshme të aparatit ushtarak u intensifikua me rritjen e denoncimeve kundër njësisë. Nga Wehrmachti erdhën raporte të shumta që kërkonin shpërbërjen e saj, duke pretenduar se metodat e saj rrezikonin disiplinën e përgjithshme dhe ndikonin negativisht në operacione. Edhe brenda SS, disa sektor shprehnin pak kënaqësi për krimet e kryera në flamurin e tyre. Megjithatë, çdo përpjekje për të kufizuar aktivitetin e saj kundërshtohej nga mbështetja që Himmler dhe Berger vazhdonin t'i jepnin Dirlevangerit, të bindur se grupi i tij ishte i nevojshëm për misione që të tjerët refuzonin t'i ekzekutonin. Me avancimin e fushatave në lindje, njësia filloi të merrte më shumë burime dhe të sqarohej. U inkorporuan të burgosur të rinj, jo vetëm gjuetar të paligjishëm, por edhe të dënuar për krime të dhunshme, recidivist dhe persona të konsideruar të paaft për t'u shpëtuar nga sistemi i burgjeve. Ky zgjerim i profilit të rekrutimit ju përgjigj nevojës për të rritur numrin e personelit në dispozicion, por gjithashtu pasqironte natyrën e grupit, një forcë që nuk kishte nevojë për disiplinë ushtarake, por për gatishmëri absolute për të ushtruar dhunë pa kufi. Në mënyrë paralele, intensifikoheshin përpjekjet nga ana e organizmave të tjerë për të frenuar rritjen e këtij grupimi. Prokurorit ushtarake, administrata civile në teritoret e pushtuara dhe disa komanda rajonale kërkonin çmontimin e saj, duke argumentuar se prania e saj gjeneronte më shumë probleme se sa zgjidhje. Përgjigjet nga Berlini ishin gjithmonë shmangse dhe në disa raste njësia mbrohej në argumente burokratike që tregonin se ishte në proces integrimi në struktura të rregullta, diçka që nuk u konkretizua plotësisht kurrë. Operacionet në Lublin shënuan një pikë ktheze. Aty, raportet mbi masakra, plaçkitje dhe abuzime sistematike filluan të qarkullonin me forcë më të madhe dhe kritikat pushuan së qeni diskrete. Diskutohej hapur nëse Dirlevangeri duhej të tërhiqej nga komanda, madje u sugjerua edhe ekzekutimi i tij si mas disiplinore. Megjithatë, Berger ndërhyri përsëri, duke siguruar se gjithçka ishte pjesë e një fushate shpifjeje të nxitur nga sektor që nuk kuptonin logjikën e luftimit antipartizan. Kjo mbrojtje përfundoi duke konsoliduar edhe më shumë pozicionin e Dirlevangerit, i cili filloi të shihej si një figure paqenueshme, instrumentale për të ekzekutuar veprime pa mbikëqyrje apo kufi. Pavarësisht denoncimeve të shumta, njësia jo vetëm që mbeti aktive, por u njoh zyrtarisht dhe u ngrit në kategori.
Ajo që kishte filluar si një grup gjyhetarësh të paligjyshëm, u shndërrua në një brigadë me status zyrtar brenda sistemit të luftimit të Rajhut të Tretë. Ky legjitimim nuk nënkuptoi asnjë ndryshim në metodat e saj, por i dha akses në më shumë armatim, automjete dhe personel. Makineria e shkatërimit që kishin krijuar tani operonte me miratim të plot, dhe veprimet e tyre filluan të bëheshin pjesë e strategjisë së përgjithshme të pushtimit. Kapitulli final i këtij procesi, institucionalizimi, ndodhi kur njësia u vendos përsëri në lindje, në kuadrin e ofensivave të reja që kërkonin forca të afta për të operuar pa kufizime ligjore apo morale. Regjimi kishte gjetur tek ata një instrument ideal për të kryer operacione ekstreme, pa pasur nevojë të justifikonte metodat e tyre. Dhe Dirlivangeri u kthie në simbol të këtij lloji të ri lufte, ku fitoria nuk matet në terma strategjik, por në kapacitetin për të asgjësuar pa lënë gjurmë. Gjuetja në gjerëzore, taktikat pandeshkueshmëria dhe frika. Që nga fillimi, procesi i përzgjedhjes për të hyrë në atë njësi u karakterizua nga një seri kushtesh gjithnjë më fleksibël. Në vend që të kërkoheshin aftësi specifike apo besnikëri të qartë, prioriteti i jepej gatishmërisë për të zbatuar urdhra pa dyshuar, madje edhe nëse kjo nënkuptonte kryerjen e akteve që prekëshnin ose drejt për drejt te i kalonin çdo kufi etik apo ligjor. Shumë prej antarëve të parë vinin nga burgjet e zakonshme, ku vuanin dënime për krime si vjedhje, sulme apo vrasje, dhe u liruan me premtimin e një identiteti të ri ushtarak. Në këtë shkëmbim të nënkuptuar midis lirisë me kusht dhe nënshtrimit total, u konfigurua një strukturë që nuk kishte nevojë për moral apo rregulla për të funksionuar, por vetëm për një mjedis ku dhuna ishte gjuha kryesore. Grupi filloi të veprojë në zona ku kufiri midis luftimit dhe ndëshkimit kolektiv ishte qëllimisht i paqartë. Në vend që të përballej me forca të rregullta në betejë konvencionale, detyra e tij konsistonte në rrafshimin e lokaliteteve, zbatimin e reprezaljeve masive, gjedhje dhe mbjelljen e terrorit në mesin e populatave të konsideruara armike të regjimit. Kjo dinamik u konsolidua shpejt si vula e njësisë, dhe antarët e saj u përshtatën me lehtësi, pasi precedentet e tyre personal i bënin ata veçanërisht të përshtatshëm për të kryer veprime që ushtar të tjerë, madje edhe brenda SS, i konsideronin të tepruara ose të vështira për të justifikuar. Pandëshkueshmëria operacionale u jepte një hapësirë absolut manovrimi, ku çdo tepri zhdukej në logjikën e luftës totale që regjimi promovonte. Raportet e brendshme të komandave superiore nuk vonuan të reflektonin se po ndodhte diçka ndryshe me këtë grupim. Edhe pse formalisht i përgjigjeshin hierarkisë së Waffen-SS, në praktik ata lëviznin me autonomi, duke kryer operacione që përfshinin vrasje pa dallim, plaçkitje dhe tortura publike si metoda sistematike represioni. Ndërsa njësitë e tjera mund të merrnin qortime për sjellje të pakontrolluar, në këtë rast, heshtja ishte norma, dhe në disa raste veprimet e tyre madje festoheshin si shembull vendosmërie dhe efikasiteti, megjithse pas atyre lavdërimeve, fshihej një qëllim i qartë për t'i përdorur si vegjël për detyra që të tjerët preferonin t'i shmangmin. Udhëheqja e grupit rambi një figurë që mishëronte të gjitha elementet që i përkufizonin vartësit e tij. Nuk ishte një strateg konvencional, as një oficer karriere i dekoruar për aftësi ushtarake, por dikush që njihte funksionimin e kufive institucional dhe që kishte qenë në gjendje të ngjitej bazuar në aftësinë e tij për të administruar frikën dhe për të ushtruar kontrolin përmes ndëshkimit. Figura e tij nuk impononte respekt për inteligjencën e tij taktike, por për historinë e tij të dhunës dhe gatishmërinë e tij absolute për të eliminuar çdo pengesë, duke përfshirë edhe burrat e tij nëse ishte e nevojshme. Nga kjo logjik, disiplina e brendshme ruhej jo përmes rregullave të shkruara, por përmes terrorit të përhershëm.
ku çdo mosbindje paguhej me jetën ose me ndëshkime shembullore përpara pjesës tjetër të grupit. Jeta e përditshme brenda njësisë ishte shënuar nga një kombinim brutaliteti dhe kaosi funksional. Nuk ishte orare fikse apo rregulla të përbashkëta lieje. Gjithçka vendosej sipas humorit të momentit apo iniciativës së komandës së menjëhershme. Urdhrat mund të ndryshonin nga një ditë në tjetrën, dhe misionet komunikoheshin në momentin e fundit, shpesh pa shpjeguar objektivat strategjike. Kjo paparashikueshmëri konstante e detyronte çdo antar të përshtatej pas një referencë, duke marrë një rol jo nga hierarkia, por nga aftësia e tij për t'u imponuar brenda grupit. Më të dhunshmit zakonisht fitonin privilegje, ndërsa ata që shfaqnin dyshime ose përpiqeshin të vinin në dyshim, vendimet zhvendoseshin shpejt ose ndëshkoheshin. Frika funksiononte si regulatori kryesor, dhe ky ambient përforconte një sjellje ku mizoria bëhej pothuajse automatike. Gjatë dislokimeve të tyre në Evropën lindor, njësia ishte protagoniste e disa prej epizodeve më ekstreme të gjithë konfliktit. Fshatrat që gjenin në rrugën e tyre rrafshoheshin plotësisht, pa dalim midis luftarëve apo civilëve, dhe metodat e përdorura përfshinin djegje masive, pushkatime publike dhe forma të tjera ekzekutimi. Qëllimi kryesor i të cilave ishte terrorizimi. Logjika pas këtyre veprimeve nuk i përgjigjej vetëm nevojave operative, por ishte pjesë e një strategjie për të demonstruar forcë dhe për të eliminuar çdo gjurmë kundërshtimi. Në shumë raste, oficerët që vëzgonin nga njësitë e tjera preferonin të qëndronin anash, të vetëdijshëm, se ndërhyrja nënkuptonte ekspozimin ndaj konflikteve me superiorët që mbështesnin në heshtje këtë lloj procedure. Të burgozurit e kapur nga kjo njësi nuk transferoheshin në qendra para burgimi, dhe as nuk merreshin në pyetje sipas procedurave të zakonshme. Në vend të kësaj, ata përdoren si material për shëmbëltyr, të detyruar të kryenin detyra raskapitse në vëzhgjim të vazhdueshëm, dhe shpesh ekzekutoheshin përpara të tjerëve për të forcuar mezazhin se nuk kishte asnjë shpëtim të mundshëm. Ky lloj praktike u normalizua me shpejtësi, dhe të dhënat tregojnë se nuk ishte dalim midis grave, burrave apo fëmijëve, pasi qëllimi nuk ishte marrja e informacionit, por ushtrimi i një ndëshkimi kolektiv që eliminonte çdo formë rezistance. Ekzekutimi shndërrohej në spektakel, dhe shumë prej antarëve merrnin pjesë me entuziazëm, sikur të ishte një zgjatimi i impunseve të tyre kriminale. Paralelisht me këto veprime, grupi filloi të merrte funksione që shkonin përtej frontit ushtarak, duke ndërhyrë në proceset e represionit politik dhe spastrimit etnik në zonat e pushtuara së fundmi. Kjo sqarim funksionesh nuk ishte rezultati një urdhri të qartë, por i lejimit në rritje nga ana e komandave të larta, të cilët gjenin të kjo njësi një vegjël efektive për të kryer detyra që kërkonin një shkallë brutaliteti që trupat të tjera nuk ishin të gatshme ta aplikonin. Kjo shkathtësi operacionale i shndërroi ata në një pjesë të dobishme brenda aparatit shtypës, dhe megjithse shumë zëra brenda sistemit filluan të shprehnin shqetësim për ndikimin që veprimet e tyre mund të kishin në moralin e përgjithshëm, ato paralajmërime rrallë kalonin në komente të izoluara në raporte konfidenciale. Marrëdhënia midis njësisë dhe formacioneve të tjera të regjimit ishte e paqartë. Nga njëra anë, ata përdoren si forcë sulmuese në momente kritike, veçanërisht në rajone ku rezistenca civile ishte më e fortë ose ku partizanët vepronin me intensitet më të madh. Nga ana tjetër, prania e tyre gjeneronte tension, pasi sjellja e tyre të i kalonte çdo kufi bashkjetese dhe brenda kornizes autoritare të vendosur nga regjimi. Kishte raste të dokumentuara ku njësitë e rregullta kërkonin tërheqjen e këtyre burrave nga zona të caktuara, duke argumentuar se sjellja e tyre jo vetëm ishte kundërproduktive nga një pikpamje ushtarake, por vinte në rrezik stabilitetin e operacioneve në vazhdim. Këto kërkesa megjithatë injoroheshin shpesh.
Ndërsa lufta përparonte dhe konflikti fillonte të anonin kundër regjimit, njësia vazhdoi të vepronte pa frena, duke ruajtur logjikën e saj të brendshme të paprekur. Edhe pse burimet filluan të shteronin dhe shumë formacione pësonin dezertime ose tyjerje të brendshme, ky grup dukej se i rezistonte lodhjes me një përzierje fanatizmi, frike të brendshme dhe mungese totale skrupujsh. Edhe kur raportet tregonin se niveli i tyre i efektivitetit ishte i diskutueshëm në terma ushtarak, komandat e larta këmbëngullnin t'i mbanin aktiv, ndoshta sepse vetëm prania e tyre funksiononte si kërcënimi nënkuptuar për çdo zonë ku dislokoheshin. Dhuna që shpalosnin nuk njishte ndërprerje, dhe marrëdhënia midis antarëve të saj ruhej fal një ekuilibri të brisht bazuar në ligjin e më të fortit. Nuk ekzistonte një ndjenjë shoqërie apo një ideal i përbashkët përtej mbijetesës në një mjedis ku çdo ditë mund të ishte e fundit. Ky izolim emocional, i kombinuar me ekspozimin e vazhdueshëm ndaj skenarëve të dhunës ekstreme, bëri që shumë prej antarëve të humbisnin çdo gjurmë njerëzimi, duke vepruar si automat të udhëhequr vetëm nga urdhrat dhe reagjimet instinktive. Në atë kontekst, çdo shenjë dobësie shihej si kërcënim për kohezionin e grupit dhe neutralizohej menjëherë përmes ndëshkimeve fizike ose eliminimit të drejtë për drejtë. Regjimi nga ana e tij vazhdoi të përdorte këtë njësi si simbol i vendosmërisë ekstreme, megjithse gjithnjë më me diskrecion. Propaganda zyrtare rrallë përmente veprimet e tyre në detaje, dhe kur e bënte, shmangte hyrjen në përshkrime që mund të zgjonin dyshime ose të gjeneronin refuzime dhe midis vetë simpatizantëve të sistemit. Kjo dualitet midis funksionalitetit taktik dhe turpit institucional u bë gjithnjë më i dukshëm, por kur nuk u përkthye në një sankcion real, as në një përpjekje serioze për të shpërndar grupin. Deri në muajt e fundit të konfliktit, njësia operoi me liri, duke marrë pjesë në akcione të dëshpëruara dhe duke lënë pas vetes një gjurmë shkatërimi që edhe formacionet e tjera të regjimit preferonin të mos e shihnin nga afër. Të vrasesh pa komand, brigada jashtë kontrollit. Sa po kaluan kufirin lindor, burrat e brigadës filluan të operojnë pa udhëzime të qarta apo protokolle të definuara. Nuk ekzistonte një plan i strukturuar, as nuk prioritizoheshin objektiva ushtarake konkrete. Ajo që mbizotëronte ishte një logjikë ndërhyrjes bazuar në dyshimin, frikën dhe hakmarrjen e menjëhershme. Raportet e brendshme, larg dhënies së qartësisë taktike, shërbenin për të fshehur vendime arbitrare që rezultonin në arrestime masive, shkatërim të fshatrave të tëra dhe ekzekutime të menjëhershme pa rishikim të asnjë lloji. Kjo dinamik u rrit ndërsa brigada zhvendosej drejt rajoneve të reja, ku skenari i pushtimit u lejonte antarëve të saj të vepronin me impunitet të plot, pa pasur frikën nga sankcionet apo kontrolet reale, pasi brutaliteti i tyre jo vetëm që tolerohej, por në shumë raste nxitej nga eprorët që shihnin në këto metoda një mënyrë të dobishme për të mbjell frikë në popullat dhe për të shtypur çdo vatër rezistence, pa pasur nevojë për procese të gjata apo gjykime formale. Raportet e brendshme shpesh i maskonin këto veprime në gjuhën administrative tipike të aparatit nazist, me fraza si masa paqëtimi ose veprime parandaluese, megjithse në të vërtet bëhej fjalë për ekzekutime, bastisje të pakontrolluara, plaçkitje dhe shkatërim të fshatrave të tëra, të gjitha të kryera pa kundërshtim efektiv dhe, në shumë raste, me bashkëpunimin apo heshtjen bashkëpunëtore të njësive të tjera më të rregullta. Ndërsa avanconin në territorin armik, burrat e Dirlevangerit adoptonin rutina dhune gjithnjë më sistematike, duke zbatuar ndëshkime kolektive kundër popullatave të tëra për çdo dyshim bashkëpunimi me armikun. Nuk kërkoheshin prova apo hetime. Mjaftonte një akuzë për të urdhëruar një masakër të pakontrolluar që përfshinte burra, gra dhe fëmijë. Këto praktika u konsoliduan si tipar karakteristik i grupit,
i cili vepronte me një pavarësi pothuajse të plotë ndaj komandave superiore. Ndonjëse raportet e tyre tregonin shifra kapjesh dhe vdekjesh si tregues të efikasitetit, asnjëherë nuk detajoheshin metodat e përdorura. Të mbijetuarit rrëfenin skena mizorie ekstreme, ekzekutime publike, zjarre, përdhunime dhe tortura u bën praktike zakonshme, të kryera si në grup, ashtu edhe në mënyrë individuale. Organizimi i brendshëm i njësisë kishte lënë pas çdo logjik të njohur. Nuk ekzistonin më komanda funksionale apo objektiva të qarta, dhe vetmja gjë që shënonte dinamikën ishte një garë e vazhdueshme për të imponuar mizori më të madhe. Mungesa totale e disiplinës formale u zvendësua nga një kulturë ku teprimi kthehej në rutinë dhe ku vendimet merreshin nga impulsi ose hakmarrja. Në atë kontekst, Dirlevangeri forkonte këtë kaos pa kufizime, duke mbështetur ata që vepronin me brutalitet më të madh. Operacionet e njohura si misione pastrimi përbëheshin nga bastisje me ekzekutime të menjëhershme, interrogjime të dhunshme, plaçkitje, dëbime dhe asgjësim total i fshatrave, jo për arsye strategjike, por si ndëshkim kolektiv. Reputacioni i tyre u rrit dhe u caktuan në rajone me prani të fortë rebele. Aty, ata zbatuan taktika ekstreme, mburoja njerëzore, mina pa paralajmërim, civil të përdorur si udhërfyes dhe pushkatime në mas pa verifikuar fajsin. Raportet nga njësitë e tjera përshkruanin kaos, mosdisiplinë dhe dhunë të shfrenuar. Përkundër kësaj, komandat e larta i mbajtën aktive, të bindur se ishin të nevojshme aty ku metodat tradicionale dështonin. Ky perceptim u dha kartë të bardhë për të operuar me liri të plot, pa dhënë llogari dhe pa justifikuar aktet e tyre. Linjat midis veprimit ushtarak dhe krimit masiv u zhdukën. Nuk bëhej dalim midis luftarëve dhe civilëve, raportet kombinonin të gjitha vdekjet sikur të ishin humbje armiku. Shifrat përdoren si prove efikasitetit pa analizë reale apo verifikim të pavarur. Kjo logjik institucionale konsolidoi një model të bazuar në abuzim, ku shkatërimi justifikohej si rezultat operativ dhe teprimi vërtetohej në mënyrë indirekte. Pas kalimit të brigadës, mbeteshin gjurmë të pagabueshme, banesa të djegura, trupa navare masive, fshatra të shpopulluar, puse të ndotura, kafsh të ngordhura. Dëshmit përputheshin pothuajse pa ndryshime, gjë që tregonte një model të përbashkët dhe sistematik. Tentativa për të braktisur njësinë ndëshkohej me vdekje. Frika dhe bashkëpunimi ishin shtyllat që mbanin koezionin. Askush nuk mund të denonkonte pa u implikuar edhe vetë. Logjistika ishte rudimentare. Plaçkitja zëvendësonte furnizimin formal. Kjo theksonte dhunën si mjet mbijetese dhe i jepte njësisë një pavarësi operative që u lejonte të vepronin pa koordinim ma pjesën me pjesën tjetër të ushtrisë. Autonomia e tyre gjeneronte fërkime me trupat e tjera, të cilat denonconin teprimet e tyre dhe refuzonin të bashkëpunonin me ta, sidomos kur vinin në rrezik operacione më të mëdha. Me kalimin e kohës, ata u kthyen në një entitet më vete brenda aparatit ushtarak. Vendosnin sipas kokës së tyre, dhe teprimi ishte tashmë pjesë e funksionimit të tyre të zakonshëm. Reputacioni i tyre shkaktonte refuzim madje edhe midis trupave të tjera të regjimit. Kjo famë e njëjtë i mbronte ata nga sanksionet, u lejonte të vepronin pa kufizime dhe u impononte nevojen për të mbajtur një nivel brutaliteti konstant për të mos humbur efikasitetin e tyre. Çdo veprim duhej të tejkalonte atë të mëparshmin. Në këtë spirale, u institucionalizua shkatërimi si formë operimi. Sulmonin fshatra pa vlerë strategjike vetëm për të riafirmuar pushtetin e tyre. Kështu u konsoliduan si një forcë jashtë kontrollit, pa ligj dhe pa kufi, e larguar nga çdo normë luftimi apo humaniteti, logjika e së cilës i përgjigjej vetëm kodeve të tyre të brendshme. Hiri i Lingjis,
Terrorisi strategy. Në të njëjtën kohë që njësia e udhëhequr nga Dirlewanger po konsolidonte praninë e saj në teritoret e pushtuara, detyrat që i ngarkoheshin largoheshin nga çdo logjikë ushtarake konvencionale, pasi ato nuk orientoheshin drejt përfitimit të avantazheve strategjike në front, por drejt kryerjes së operacioneve ndëshkuese kundër komuniteteve të tëra nën justifikimin e çrrënjosjes së rezistencës. Gjë që gjeneronte skenar ku urdhrat shkriheshin midis shfarosjes sistematike dhe abuzimit të pakontroluar, duke krijuar një klim ku çdo kufi moral apo ligjor shpërbëhej përballë pandëshkueshmërisë. Kështu, vetë struktura e brigadës favorizonte atë humbje kontrolli, pasi komandanti i saj nuk u përgjigjej qartë instancave superiore dhe vepronte me një hapësirë autonomie që i lejonte atij të zbatonte kriteret e tij, gjë që ushqente një atmosferë ku brutaliteti jo vetëm tolerohej, por edhe pritej, dhe në atë mjezis ushtarët, larg shfaqjes së shenjave të moderimit, konkuronin mes tyre për të demonstruar kush mund të ishte më i pamëshirshëm, duke ushqyer një cikël ku terrori ishte si një mjet, ashtu edhe një qëllim në vetvete. Në Bielorusi, dislokimi i njësisë nuk i përgjigjej më operacioneve taktike konkrete, por një logjike eliminimi territorial ku prania e civilëve trajtohej si një kërcënim si parazgjevje. Mungesa e dalimit midis popullsisë armatosur dhe asaj të pa armatosur i jepte rrugë të lirë ndër hyrjeve pa dalim që nuk justifikoheshin nga raporte reale, por nga supozime të përhapura për mbështetjen e armikut. Urdhrat nuk kishin nevojë për baza. Mjaftonte dyshimi i thjesht për të shkaktuar ndëshkime të menjëhershme, shpesh të kryera madje edhe para çdo kontakti vizual me partizanët e supozuar. Operacioni i shtrirë nëpër zonat rurale shënoi një nga pikat më të errta të brigadës, pasi ishte një seri inkurzionesh sistematike, qëllimi i vetëm i të cilave ishte rrafshimi i fshatrave të tëra në akuzën e bashkëpunimit me partizanët, dhe në ato bastisje nuk bëheshin dalime midis luftarve, fshatarve, të moshuarve apo fëmijëve, pasi çdo kush që jetonte në zonë konsiderohej i dyshin për vetë faktin e të qenit aty. Modeli ishte i qartë: ardhje e papritur, rrethim total, kontroll shtëpi për shtëpi, plaçkitje e pasurive dhe pastaj ekzekutim kolektiv apo djegjie e përgjithshme, dhe shpesh përdoren metoda veçanërisht mizore, si përqendrimi i të gjithë banorëve në një kish apo hambar dhe vënia e zjarit me ta brenda, ndërsa antarët e brigadës vëzgonin apo edhe festonin aktin sikur të ishte një demonstrim efikasiteti operacional, dhe kjo logjike e asgjësimit total i përgjigjej më shumë një kulture të brendshme të njësisë sesa urdhrave të saktë nga komandat superiore, pasi edhe brenda ushtrisë gjermane disa oficer vinin në dyshim dobinë e shfaqjeve të tilla mizorie. Raportet që mbërrinin në Berlin për veprimet e brigadës ishin kontradiktore, sepse ndonse disa sektor të komandës së lartë vlerësonin aftësinë e saj për të pastruar teritoret në pak kohë, të tjerët paralajmëronin se metodat e përdorura ishin kundërproduktive, pasi gjeneronin më shumë urrejtje dhe ushqenin rezistencën lokale. Por Dirlewanger gëzonte mbrojtjen e figurave të fuqishme që shihnin në stilin e tij një vegjël të dobishme për t'u përballur me rajonet rebele, gjë që i lejonte atij të vazhdonte të vepronte pa kufizime reale. Madje edhe kur diheshin detaje specifike të masakrave, si në rastin e disa fshatrave ku u numruan më shumë se 1000 viktima në pak ditë, nuk u morën masa disiplinore të rëndësishme, dhe kjo përforconte ndjenjën brenda brigadës se ishin mbi çdo kontroll, gjë që rriste edhe më shumë intensitetin e veprimeve të tyre, veçanërisht në kontekste ku nuk kishte prani të trupave të tjera të armatosura që mund të frenonin veprimtarinë e tyre apo të lëshonin raporte të pavarura. Struktura e brendshme e grupit gjithashtu evoluoi në funksion të këtij mjedisi pandëshkueshmërie, pasi rekrutët e rinj integroheshin jo nga përvoja apo aftësitë e tyre, por nga gatishmëria e tyre për të marrë pjesë në akte ekstreme, dhe shumë prej tyre vinin nga burgjet, ose ishin individ me precedent të sjelljes së dhunshme, gjë që ushqente një dinamik ku krimi inkurajohej si mekanizëm i kohezionit të brendshëm,
dhe kjo logjik përforcohej me rituale inicimi që përfshinin akte mizore të kryera përpara antarëve të tjerë, ku viktima zakonisht ishte një civil i rastësishëm ose madje një burgosur i rrahur më parë, dhe kjo i lejonte antarit të ri të demonstronte se mund të integrohej pa pengesa morale në grup. Kështu, brigada u zhdërua në një lloj mikrokosmosi, ku rregullat e zakonshme nuk zbatoheshin, dhe ku besnikëria matet në terma të pjesëmarrjes aktive në terrorin kolektiv, duke krijuar një spirale ku çdo mision i ri nënkuptonte ngjitjen e një shkalle më shumë në brutalitetin e aplikuar. Në zona si Lida, Baranovice apo Novogrodek, brigada la një gjurmë shkatërrimi, që edhe dekada më vonë vazhdonte të kujtohej nga të mbijetuarit, pasi jo vetëm bëhej fjalë për vdekje masive, por edhe për shkatërrimin e plot të indit shoqëror të atyre fshatrave, ku të paktët që arrinin të shpëtonin, beteshin të shënuar nga trauma e dëshmimit të asgjësimit të familjeve dhe komuniteteve të tyre të tëra. Shumë dëshmi të mbledhura në vitet e mëvonshme përshkruanin skena të trupave të hedhura në puse, fëmijë të vrarë para prindërve të tyre, grashtat zëna të goditura me thik në publik, të gjitha me një ftohtësi që tregonte se nuk bëhej fjalë për akte impulsive, por për një praktik metodike, dhe kjo sistematik ishte një nga elementet që gjeneronte më shumë tmerr, pasi e bënte të qartë se barbaria ishte pjesë e funksionimit të përditshëm të njësisë, dhe jo një devijim i rastësishëm. Në frontin lindor, brigada u përdor gjithashtu në operacione që kombinonin veprime luftarake dhe detyra të pastrimit ideologjik, siç ishte persekutimi i hebrejve, ciganëve dhe grupeve të tjera të shënjestruara nga regjimi. Vendon se nuk ishte zyrtarisht pjesë e aparatit përgjegjës për kampet e përqendrimit, vepronte shpesh si forcë kapjeje apo ekzekutimi, me liri për të vendosur fatin e të ndaluarve pa ndërhyrjen e organeve gjyqësore apo administrativ, gjë që amplifikonte rrezen e veprimit të saj dhe rriste rrezikshmërinë e saj. Në shumë raste u regjistruan ekzekutime masive në fusha të hapura, varre masive të gërmuara nga vetë të burgosurit para se të vriteshin, ose pushkatime të improvizuara në anët e rrugëve, të gjitha pa asnjë lloj regjistrimi formal, gjë që bëri që një pjesë e madhe e këtyre veprimeve të mbeteshin jashtë raporteve zyrtare, megjithse kujtesa e tyre mbijetoi në rrëfimet e viktimave. Marrëdhënia e brigadës me njësitë e tjera të ushtrisë gjermane ishte e tensionuar dhe e paqartë, sepse ndonse operonin brenda të njëjtës kornizë të përgjithshme pushtimi, shumë oficer konsideronin se metodat e Dirlevangerit ishin të papranueshme edhe sipas parametrave të regjimit, dhe disa u përpoqën të denonconin teprimet e tij ose të kufizonin rrezen e tij të veprimit. Megjithse pothuajse gjithmonë pa sukses, pasi kontaktet politike të komandantit ishin mjaftueshëm me ndikim për të neutralizuar çdo përpjekje frenimi. Në disa raste pati përleshje të hapura midis ushtarëve të brigadës dhe antarëve të divizioneve të tjera, veçanërisht kur përkonin në zona ku metodat e njërës palë përplaseshin me protokollet e tjetrës. Vendon se ato tensione gjeneronin konflikte të brendshme, nuk u përkthyen në sanksione efektive, gjë që tregonte se në çfarë mase njësia vepronte si një trup paralel brenda strukturës ushtarake. Figura e Dirlevangerit, larg përfaqësimit të një udhëheqje taktike klasike, funksiononte si një simbol i brutalitetit pa filtër, dhe prania e tij në fushën e betejës zakonisht ishte sinonim i faktit se po afroheshin ditë masakrash dhe plaçkitjesh. Vartësit e tij e ndiqnin jo aq nga respekti për aftësitë e tij, por nga klima e lejimit që ai vendoste, ku e dinin se mund të vepronin pa pasoja. Dhe kjo konsolidonte një formë autoriteti të bazuar në frikë dhe në bashkëpunimin në krim, më shumë se sa në disiplinë apo strategji. Kështu, pushteti brenda brigadës nuk strukturohej vertikalisht në mënyrë tradicionale, por operonte si një rrjet aleancash midis atyre që ndanin të njëjtin impuls shkatërrues,
dhe kjo bënte që vendimet të merreshin shpesh me konsensus jo formal midis më të dhunshmëve, duke forcuar edhe më tej karakterin kaotik dhe kriminal të grupit. Kjo fazë e konsolidimit në lindje la një shenjë të pashlyeshme si në zonat e pushtuara, ashtu edhe në reputacionin e brigadës, e cila filloi të përmendet edhe mes armiqve si një forcë e tmerrshme, jo për efektivitetin e saj ushtarak, por për aftësinë e saj për të gjeneruar terror pa dallim. Dhe kjo famë funksiononte si një vegjël shtesë, pasi shumë popullata kur merrnin vesh se po afroheshin, zgjidhnin të iknin para kontaktit, gjë që lehtësonte avancimin, por gjithashtu rriste brutalitetin, pasi zhgënjimi i mosgjetjes së viktimave të menjëhershme zakonisht përkthehej në reprezalje kundër çdo gjurme njerëzore të gjetur në rrugë, nga kafshët shtëpiake te të moshuarit e çorientuar, të gjitha të zhdëruara në shënjestra për shkak të thjeshtë ekzistencës në territorin e caktuar si armiqësor. Drejt fundit të asaj faze, brigada kishte pushuar së qeni një njësi luftarake, për të zhdëruar në një makinë shkatërimi pa kontroll, logjika operative e të cilës nuk u përgjigjej më objektivave strategjike, por një inercie dhune që u shqehej nga vetvetja, dhe çdo përpjekje për të ridrejtuar atë drejt formave më të strukturuara, operacioni rezultonte e kot, pasi përkeqësimi moral ishte aq i thellë saqë as oficerët më me përvojë nuk mund të vendosnin një minimum disipline, gjë që konfirmonte se nuk bëhej fjalë për një fenomen të izoluar, por për rezultatin e drejt për drejt të inkurazhimit për aq kohë të mizorisë si vegjël kryesore veprimi. Dhe kjo, realitet shënoi përgjithmonë karakterin e njësisë, e cila tip nga ai moment do të mbahej mend jo për arritjet e saj ushtarake, por për brutalitetin pa kufi që ushtronte mbi më të pambrojturit. Territory funded. Deliriumi finale. Gjatë fazës finale të luftës, kur kaosi filloi të përhapet nëpër forcat e Rajhut të Tretë, brigada e Dirlevangerit u dërgua në skena të reja të shënuara nga një humbje gjithnjë më e madhe e kontrollit dhe një përshkallëzim i dhunës pa drejtim të qartë. Me kolapsin e frontit lindor përballë avancimit sovjetik, shumë njësi gjermane po tërhiqeshin drejt zonave ku ende po tentohej të mbahej një mbrojtje simbolike. Në këtë kontekst, grupi i udhëhequr nga Oskar Dirlevanger u caktua në territorin slovak pikërisht kur po ndodhte kryengritja kombëtare kundër dominimit gjerman, gjë që aktivizoi dislokimin e menjëhershëm të trupave të njohura për metodat e tyre ekstreme. Regjimi vinte bas tek forcat jo konvencionale për të rimarrë kontrollin përmes ndëshkimeve shembullore, pa i kushtuar rëndësi kostove apo perceptimit të jashtëm. Hyrja e brigadës në Slovaki soli me vete një valë represive të shënuar nga sistematizimi dhe brutaliteti. Ndonse metodat isin aplikuar tashmë në rajone të tjera, në këtë rast, ato morën një intensitet më të madh, jo vetëm që ndiqeshin udhëheqësit kryengritës, por u zbatuan masa të gjera të represionit civil, kontrole pa paralajmërim, pushkatime në ajër të hapur, shembje banesash dhe gjurmë të rënimit social të pamundura për t'u kthyer. Justifikimi zyrtar ishte çrrënjosja e kryengritjes, por në praktik çdo shenjë dyshimi ishte e mjaftueshme për të shkaktuar reprezalje të menjëhershme, shpesh pa koordinim hierarkik apo planifikim strategjik të njohur. Gjatë asaj faze, vendimet operative brenda brigadës kaluan të varen pothuajse plotësisht nga gjykimi individual i komandave të mesme. Shumë veprime ekzekutoheshin pa mbështetje logjistike apo taktike, vetëm të nxitura nga nevoja për të imponuar ndëshkim apo për të mbjell frikë. Kjo autonomi pa filtra shkaktoi një rritje signifikative në numrin e viktimave dhe thelloi anarkinë e brendshme. Ndërsa konsolidohej ky funksionim autonom, u shumëfishuan edhe denoncimet për abuzime seksuale, tortura sistematike dhe zhdukje arbitrare, pa ekzistuar një vullnet real nga shtabi i përgjithshëm për të ndalur spiralen. Konfigurimi i brendshëm i njësisë
larg rregullimit, bëhej më i çrregullt. Ushtar të rregullt jetonin bashk me të dënuar të rekrutuar për arsye komoditeti, dezertor, individ me sjellje të paqëndrueshme dhe paqëndrueshme dhe madje vullnetar të huaj. Të gjithë operonin në një udhëheqje që nxiste agresionin e drejt për drejt dhe ndëshkonte çdo shenjë kujdesi. Organizimi i brendshëm rrotullohej rreth një kulture agresioni që nuk lejonte nuanca apo përmbajtje, ku shkëquheshin ata të gatshëm për të përshkallëzuar dhunën pa kufi. Kjo logjik zbatohej edhe brenda, me ndëshkime ndaj antarëve të dyshuar se tregonin dobësi apo pyetje, gjë që forkonte një sistem të mbyllur dhe të konsumuar nga dinamika e tij shkatëruese. Ndërkohë nga Berlini, komunikatat zyrtare maskonin masakrat si ofensiva të suksesshme. Flitej për territore të siguruara dhe armiq të neutralizuar, kur në të vërtet, ajo që grumbulloi ishin krime lufte të pamundura për të fshehur për një kohë të gjatë. Informacionet që vinin nga Slovakia gjeneronin shqetësim, madje edhe midis disa sektorëve të ushtrisë së rregullt, të cilët filluan ta konsideronin brigadën jo si një mbështetje, por si një burim shtesë paqëndrueshmërie operative. Zhvendosjet në rajon nënkuptonin përtlasje të përsëritura me grupe të vogla rezistence, por në shumë raste bëhej fjalë për situata të fragmentuara, ku popullata rurale mbetej e zënë në kurt midis sulmeve të ngatëruara. Reprezaljet zbatoheshin me menjëshmëri dhe pandërmjetësim, dhe mjaftonin tasheteme apo akuza për të justifikuar shkatërimin e fshatrave të plot. Kjo logjik operative distancoi brigadën nga çdo parametër ushtarak i njohur, duke e kthyer atë në një trup që funksiononte jashtë disiplinës dhe skemës së komandës konvencionale. Raportet e inteligjencës aleate dhe dëshmitë e mbledhura më pas e përshkruajnë qartë atë periudhë si një nga më të ashprat. U dokumentuan ekzekutime të kryera në sy të fqinjve, tortura të kryera në hapësira publike, plaçkitje konstante dhe një mungese plote kontrollit të brendshëm. Urdhrat e komandës së lartë, kur vinin, riinterpretoheshin ose injoroheshin drejt për drejt. Disa detashmente preferonin të mbanin distancë për të mos u përfshirë në kaosin e tyre operativ, dhe megjithse kishte ankesa të brendshme, brigada vazhdonte të merrte burime dhe mbrojtje politike. Figura e Dir Levangerit arriti në atë segment famen e tij më të madhe. Ai nuk shihej vetëm si një komandant njësie speciale, por si një simbol i gjallë i shembjes morale. Reputacioni i tij e paraprinte madje edhe jashtë qarqeve ushtarake, dhe megjithse gjeneronte frikë dhe refuzim, vazhdonte të operonte fal lidhjeve personale me figura të pushtetit qendror. Atij i atribuoheshin masakra të panumërta, por ai vazhdonte të grumbullonte autorizime dhe mbështetje, gjë që forkonte impunitetin strukturor me të cilin vepronte. Kur situata në Slovaki filloi të bëhej e paqëndrueshme, madje edhe për autoritetet naziste, brigada u transferua në veri, drejt territorit polak, me qëllim që të përdorej në zona ku rezistenca civile vazhdonte të ishte aktive. Transferimi synonte si shpërdorimin e aftësisë së tyre për represion, ashtu edhe reduktimin e tensioneve të brendshme të shkaktuara nga prania e tyre. Megjithatë, ndryshimi i vendodhjes nuk nënkuptoi një modifikim të metodave. Grupi përsëriti në Poloni të njëjtat praktika, të përshtatura tani në një mjedis edhe më të çorganizuar. Arriqa në Poloni përkoi me një kolaps të përgjithshëm të rrugëve të furnizimit dhe të zinxhirit të komandës. Udhëzimet ishin të paqarta, vinin me vonesë ose as nuk transmetoheshin, dhe kjo favorizonte një marrje vendimesh të improvizuar, ku vetëm zbatimi i terrorit mbetej si konstante. Vetë përmendja e brigadës gjeneronte panik dhe shumë komunitete zgjidhnin të evakuoheshin para kontaktit të drejt për drejt, megjithse kjo nuk i pengonte ata të ndëshkoheshin nëse gjendeshin gjurmë të kalimit njerëzor në fshatrat e braktisur. Brenda, përkeqësimi ishte i dukshëm. Lodhja fizike dhe mendore përhapeshin midis antarëve, dezertimet shtoheshin dhe kohecioni zvoglohej, megjithse mekanizmat e kontrollit të brendshëm pengonin që ato çarje të bëheshin të dukshme.
Dyshimi i mosbesnikris mjaftonte për të shkaktuar ndëshkime shembullore dhe paranoja u kthie në një komponent të përhershëm të jetës brenda njësisë. Zinxhiri i komandës mbahej vetëm në dukje dhe vendimet më të rëndësishme kalonin nga grupe të vogla të udhëhequra nga nevoja për të mbijetuar dhe për të mbajtur dominimin përmes frikës. Pavarësisht kolapsit të dukshëm, grupi nuk e reduktoi aktivitetin e tij, as nuk e modifikoi sjelljen e tij. Veprimet e plaçkitjes, pushkatimit, shkatërimit të banesave dhe ndjekjes civile vazhduan deri në ditët e fundit të luftës. Kjo fazë e fundit në Slovaki dhe Poloni tregoi se si një trup i armatosur, larg përshtatjes me fundin e konfliktit, zgjodhi të theloj dhunën e tij si formë të vetme ekzistanse. Për kohën kur lufta po i vinte fundi, brigada nuk përfaqësonte më një njësi ushtarake, por një aparat shfarozeje të lëvishëm, prania e të cilit nënkuptonte shkatërim pa kontroll. Kolapsi i brendshëm, midis aratijes, rënimit dhe paranojes. Ndërsa fronti tërhiqej dhe struktura e Rajhut të tretë po shkërmoqej, autoritetet u përpoqën të vendosnin elementet e tyre më kompromentuese në sektor, ku prania e tyre nuk përbënte rrezik të menjëhershëm për imazhin apo rendinë e brendshëm. Në këtë proces, brigada Dir Levanger u dërgua në territorin slovak, jo për arsye taktike të qarta, por për të mbajtur operative një forcë që tashmë nuk përshtatej në format konvencionale, por që ende shihej si e dobishme për misione represioni pa konsiderata. Prania e saj shkaktoi alarm midis banorëve dhe gjithashtu midis disa kuadrove ushtarake, të cilet paralajmëronin për sjelljen e çrregullt të një njësie që nuk i përgjigjej kanaleve normale të komandës, as normave të vendosura. Dir Levanger nga ana e tij ushtronte një rol që kombinonte formalitetin nominal me autoritetin personalist. Ndonse teorikisht i nënshtruar ndaj sistemit të Waffen SS, fuqia e tij reale nuk varej nga ajo strukturë, por nga marrëdhënia e tij me sektor të caktuar të pushtetit politik që i lejonin të operonte me pavarësi pothuajse të plotë. Në kontekstin slovak, ai shfrytëzoi boshllëkun organizativ për të konsoliduar një skem ku ai vendoste cilat urdhra të ndiqte dhe cilat të injoronte. Kjo situatë u shfrytëzua nga varësitë e tij, të cilet intensifikuan sulmet kundër popullatave të dyshuara, pa kërkuar miratim superior apo justifikim formal. Në shumë fshatra, frika zvendësoi çdo formë normaliteti dhe mjaftonte një akuzë jo formale ose një dyshim i thjesht për të shkaktuar vrasje publike, zjarre dhe plaçkitje. Raportet e dërguara nga funksionarët lokal dokumentonin epizode të vështira për të shpjeguar madje edhe brenda kuadrit të luftës, ekzekutime civile shpagjyq, shkatërim banesash të plota, përdhunime masive dhe zhvendosje të detyruara. Fshatrat rrafshoheshin jo për strategji ushtarake, por si gjest kërcënues. Në vend që të dobësonte forcat e paregullta, kjo sjellje amplifikoi mbështetjen për rezistencën dhe gjeneroi refuzim madje edhe midis bashkëpunëtorëve të mëparshëm. Imazhi i brigadës u bë toksik dhe prania e saj e thjesht shihej si një rrezik për çdo lloj autoriteti civil apo ushtarak në zonë. Disa oficerë gjerman filluan të lëshonin raporte të drejtë për drejta duke alarmuar për pamundësinë e punës me ta. Dalimet midis njësive të rregullta dhe grupit të Dir Levangerit u bën më të thella. Ndërsa disa përpiqeshin të mbanin një pamje minimale profesionalizmi, të tjerët kuptonin se bashkjetesa me atë brigadë nënkuptonte heqjen dorë nga rregulli dhe disiplina. Në disa raste u kërkua shpërbërja e saj, ose tërheqja e saj nga sektorët kritik, duke pretenduar se sjellja e tyre cënonte kohezionin e ushtrisë dhe dëmtonte në mënyrë të paktyeshme marrëdhëniet me komunitetet e pushtuara. Por nga komanda qendrore, përgjigja ishte t'i mbanin në aktivitet, duke argumentuar se niveli i tyre i ashpërsisë vazhdonte të ishte i dobishëm në zonat e konfliktit.
Ky vendim gjeneroi një ndarje në rritje midis atyre që mbronin ende një farë rigoroziteti ushtarak dhe atyre që vërtetonin brutalitetin si mekanizëm kontroli. Brenda vendbanimeve të përkohshme, situata nuk përmirësoi. Denoncimet për abuzime shumëfishoheshin dhe mekanizmat e kontrolit ishin inekzistent. Udhëheqja e Dirlevangerit promovonte një mjedis ku bindja ndaj figurës së tij ishte vetmja rregull e vlefshme. Çdo antar i ri duhej të dëshmonte përkatësinë e tij përmes akteve të dhunës. Nuk ekzistonte kod etik, as mbikëqyrje e jashtme. Sankcionet e brendshme nuk i përdigjeshin shkeljeve morale, por mos respektimit personal. Grupi funksiononte si një strukturë hermetike, ku vetëm besnikëria ndaj figurës së komandantit kishte rëndësi. Madje edhe brenda SS-se, emri i tij filloi të shihej si një problem pas zgjidhje të qartë. Me avancimin sovjetik dhe fundosjen e përgjithshme të frontit lindor, vendi që zinte Dirlevanger në aparatin ushtarak filloi të erozionte. Ndonse ende paraqitej si shembull represioni efikas, njësia e tij ishte gjithnjë më e izoluar. Humbjet konstante, varfërimi i burimeve njerëzore, përfkeqësimi psikologjik i antarëve të tij dhe pamundësia e integrimit të operacioneve të përbashkëta e reduktuan atë në një mjet emergjence për misione pakthim. Në vend që të ishte pjesë e manovrave me objektiva konkrete, ata dërgoheshin në fronte pa planifikim, sikur funksioni i tyre të ishte të rezistonin deri në kufi ose të zhdukeshin në proces. Transferimi i radhës i çoi në zona të brendshme gjermane, ku regjimi kërkonte të ndalonte me çdo kusht avancimin aleat. Ky zhvendosje e fundit nxiti kolapsin e grupit. Logjistika ishte inekzistente, komunikimet ishin të çrregullta dhe ndarjet e brendshme filluan të shfaqeshin. Humbjet ishin të pazvendësueshme, konfliktet midis antarëve rëndoheshin dhe përpjekjet për të ruajtur kohezionin reduktoheshin në kërcënimin konstant. Dirlevanger këmbëngulte në mohimin e realitetit të rshembjes, duke u përpjekur të riaktivizonte njësinë sikur të kishte ende ndonjë funksion strategjik. Ai lëvizte nëpër rrugë tashmë të braktisura ose pa rëndësi ushtarake, duke zvaritur burrat e tij pa drejtim të qartë apo objektiva të definuara. Sjellja e tij u bë edhe më e papërpunueshme, megjithse frika nga reprezaljet e tij vazhdonte të pengonte një kryengritje të brendshme. Në atë segment final, brigada vepronte si një grup ndaxhak pa qëllim. Ata zhvendoseshin në zona rurale të largëta duke kërkuar strehim, furnizime ose thjesht duke shmangur kontaktin me njësitë e tjera. Ata nuk ishin më një formacion ushtarak, por një mbetje armatosul që operonte në gjendje arratje. Sulmet nuk ndiqnin asnjë model logjik dhe shërbenin vetëm për të marrë ushqim, pije ose hakmarrje simbolike. Banorët e komuniteteve të vogla ishin viktimat e sulmeve pa logjik, të ekzekutuara nga burra pa drejtim, as udhëheqje operative. Veprimet nuk kishin më lidhje me konfliktin, por me shpërbërjen psikologjike dhe morale të kryerësve. Përfundimisht me aleatët që mbyllnin rrethimin mbi qendrën e Europës, brigada pushoi se ekzistuari si strukturë aktive. Shumë nga antarët e saj u ndaluan rastësisht, pa ofruar rezistencë, ndërsa përpiqeshin të kamufloheshin midis civilëve ose të merrnin identitete të tjera. Disa u dorëzuan nga vetë populata, të tjerët u identifikuan nga të mbijetuarit. Nuk pati betejë finale as luftim të organizuar. Ajo që ndodhi ishte një shpërbërje ngadalshme ku çdo individ u përpoq të ikte si mundi. Ajo që dikur ishte paraqitur si një forcë goditëse, përfundoi e kthyer në një simbol dështimi total, të përdorimit iracional të dhunës dhe të kolapsit të një logjike politike që lejoi ngritjen e saj. Dirlevanger ndonse ende gjallë nuk ishte më një destinacion të mundshëm.
Heshtje në qeli. Vdekja pa gjyqje del Evangelit. Gjatë fundit të luftës, kur kaosi kishte pushtuar fronti lindor dhe komandat e Rajhut të Tretë filluan të zhdukeshin mes rënojave dhe heshtjeve, figura e Oskar Dirlevangerit, tashmë e kthyer në sinonim të brutalitetit pa kufi, u shua në mes të hijes së tij. Ndërsa trupat sovjetike përparonin pa pushim dhe Berlini po shndërrohej në një qytet të rrethuar nga lindja dhe perëndimi, batalioni që dikur kishte qenë i dobishëm për detyra ekstreme, u reduktua në një bashkësim betjesht të çorganizuar ku secili kërkonte shpëtimin e tij personal pavarësisht metodave. Ndërsa disa oficer të lartë përpiqeshin të iknin me identitete të reja ose të fshiheshin në kuvende, Dirlevanger lëvizte midis fshatrave gjerman të shpërbër, i strehuar në emrin e tij dhe i friksuar edhe nga ata që ndanin uniformën e tij, donese askush nuk mund t'i garantonte më siguri. Në maj të 1945, me Gjermanin tashmë të dorëzuar dhe kampet e përqendrimit të hapura nga aleatët, Dirlevanger u lokalizua nga forcat franceze në rajonin e Altdorf, pran Lindau. Ai përdorte një emër të rrem, kishte veshur një uniform të marhua dhe hiqej si një ushtar i thjesht midis shumë të burgosurve të kapur në tërheqje. Arrestimi i tij nuk ishte produkt i një operacioni kirurgjikal apo i një përpjekjeje të centralizuar inteligjence, por rezultati i rastësisë, i dyshimit të disa ushtarëve francez që vunë në re sjelljen e tij të çrregullt dhe frikën që ai frymëzonte midis atyre që ndanin qelin me të. Pasi u arrestua, ai u transferua në burgun e Althausen, një instalim i vogël pa masa të mëdha sigurie, ku të burgosurit zakonisht qëndronin përkohësisht para transferimit të tyre në kampe internimi më të organizuara. Aty, identiteti i tij i vërtet u konfirmua nga të burgosur të tjerë gjerman që e njohën, jo vetëm nga fytyra, por edhe nga historitë që e shoqëronin. Thashe themet se Dirlevanger ishte mbillur u përhapën shpejt midis rojeve dhe të burgosurve dhe nuk vonuan të gjeneronin tensione në rritje. Më 2 qershor, ku foma e tij u shfaq e pajet, me shenja të qarta se ishte rrahur brutalisht. Edhe pse dokumentet zyrtare theksuan se ai kishte vdekur si pasojë e një përleshieje mes të burgosurve, në mjedisin e burgut pranohej pa hezitim se ishte vrarë qëllimisht nga antar të rezistencës polake ose nga ushtar francez, duke përfituar nga mungesa e mbikëqyrjes. Askush nuk kërkoi shpjegime zyrtare dhe autoritetet nuk filluan asnjë hetim të thellë. Trupi i tij u varros në një varr masiv, pa lapidar apo identifikim, dhe për vite me radhë, vendodhja e mbetjeve të tij mbeti e mbështjel me pasiguri. Me kalimin e kohës, disa pohuan se kishin gjetur varrin e tij. Të tjerë thanë se nuk u lokalizua kurrë, dhe pati madje edhe nga ata që mbajtën se ai arriti të shpëtonte me një identitet tjetër, megjithse të gjitha dokumentet në dispozicion tregojnë qartë vdekjen e tij në Althausen. Zhdukja fizike e Dirlevangerit nuk eliminoi peshën e asaj që kishte përfaqësuar njësia e tij. Gjatë viteve në vijim, ndërsa zhvilloheshin gjyqet e Nurembergut dhe hetime të tjera pasuese, emri i tij u përmend në dëshmi të ndryshme si simboli metodave më ekstreme të aplikuara nga regjimi nazist. Megjithatë, për shkak të vdekjes së tij të hershme, ai nuk u përball kurrë me gjyqin dhe as nuk mund të merrej në pyetje, gjë që lejoi që disa nga përgjegjësitë të shpërbëheshin midis komandave të tjera të mesme, ose thjesht të mos dokumentoheshin me saktësi. Brigada Dirlevanger, tashmë e shpërbër, mbeti e lidhur përgjithmonë me masakrat e civilëve në fronte të ndryshme të lindjes, me represionin e dhunshëm të kryengritjes së Varshavës dhe me plaçkitjet sistematike të kryera kundër fshatrave të tëra. Emri i tij u bë sinonim i brutalitetit të institucionalizuar, dhe trashëgjimia e tij ndoti madje edhe ata oficer që kishin shërbyer në mënyrë të detyruar ose margjinale. Me kalimin e viteve, historianë të ndryshëm
komisione të kujtesës dhe organizatat të drejtave të njeriut filluan të gjurmonin të mbijetuarit e njësisë së tij. Disa u kapën në Amerikën e Jugut, të tjeru lokalizuan në Evropën lindor, dhe pak prej tyre arritën të qëndronin të fshehur për dekada në identitete të tjera. Shumica megjithatë vdiqën në anonimitet, larg ndëshkimit gjyqësor dhe pa lënë dëshmi. Shumë nga arkivat që lidheshin me brigadën u shkatëruan nga vetë gjermanët në tërheqje, dhe informacioni i njohur rreth operacioneve të tyre vjen kryesisht nga raportet sovjetike, deklaratat e izoluara dhe dokumentet të shpërndara. Kjo fragmentim ka vështirësuar rindërtimin e plot të veprimeve të grupit, por nuk ka penguar konsolidimin e imazhit të një formacioni që operoi gjithmonë jashtë çdo kufiri ligjor apo etik. Në terma historik, fundi i Dirlevangerit simbolizoi diçka më të thellë se sa rënia e një individi. Ai përfaqësoi kolapsin e një strukture që kishte lejuar, promovuar dhe mbrojtur barbarin me petk administrativ, që kishte përdorur luftën si justifikim për të eliminuar ata që i konsideronte armiq të rendit, pa bërë dalim midis moshave, gjinive apo rrethanave. Figura e Dirlevangerit, me biografinë e tij të shënuar nga krime të zakonshme para konfliktit, rolin e tij si shef i një njësie të parregullt dhe vdekjen e tij të heshtur pa gjyq, kondensoi në vetvete disa nga karakteristikat më të errëta të aparatit nazist. Shkrirjen midis kriminalitetit individual dhe politikës shtetërore, lejimin hierarkik përballë mizorisë sistematike dhe shëndërimin e ushtrisë në vegjël shfarosjeje. Edhe pse shumë u përpoqën të distancuheshin prej tij pas përfundimit të luftës, e vërteta është se njësia e tij mori mbështetje logjistike, njohje zyrtare dhe mbulim institucional për disa vite. Nuk ishte një anomali e fshehur, por një vegjël funksionale për regjimin, e përdorur kur nevojiteshin metoda pa kufizime apo limite ligjore. Ashpërsia e veprimeve të tij nuk ishte sekret brenda strukturave naziste, dhe mbijetesa e tij operacionale ishte e mundur vetëm fal mbështetjes së figurave me fuqi të mjaftueshme për të injoruar denoncimet e brendshme ose për të eliminuar raportet komprometuese. Kështu, përtej biografisë së tij personale, rasti i Dirlevangerit zbuloi mekanizmat përmes të cilëve një sistem politik mund të integrojë dhunën ekstreme si pjesë të strukturës së tij të rregullt. Sot, arkivat që mbijetuan, kujtimet e dëshmitarëve të pakt dhe hetimet akademike kanë lejuar rindërtimin e një pjese të trajektores së tij. Pavarësisht boshëllëgjeve dokumentare, provat e mbledhura lejojnë të pohohet se Brigada Dirlevanger nuk ishte vetëm një skuadron kriminelesh, por një shprehje e organizuar e vullnetit shkatërues të regjimit, me objektiva të përcaktuara, detyra konkrete dhe pandëshkueshmëri të plot. Ekzistenca e saj ishte e njohur, e toleruar dhe e promovuar nga ata që kishin nevojë që të tjerët të bënin punën më të piset, dhe historia e saj nuk mund të kuptohet si një aksident, por si një vendim strukturor. Me vdekjen e tij në një qeli pa lavdi, pa varr dhe pa lamtumir, u mbyll një kapitull që shumë donin ta varrosnin bashkë me trupin e tij. Megjithatë, kujtesa e asaj që ndodhi mbeti e regjistruar në rrënojat e fshatrave që ai shkatërroi, në listat e të zhdukurve dhe në fotografitë e pakta që shpëtuan nga shkatërimi i provave. Kjo gjurmë e heshtur vazhdon të flasë atu ku dokumentet nuk arrin më. Historia e Zonder Einheit Dirlevanger nuk mund të shpjegohet vetëm si një rast ekstrem brenda sistemit nazist, as të kufizohet në figurën e komandantit të saj. Shfaqja e saj nxori në pah një çarje strategjike në funksionimin e Rajhut të tretë, krijimin e qëllimshëm të strukturave që vepronin jashtë kanaleve të rregullta për të përmbushur funksione që nuk mund të merreshin haptazi. Më shqetësuese nuk ishte ajo që bën, por fakti që ata u toleruan, u mbrojtën dhe u përdorën nga një aparat shtetëror që kishte nevojë për efikasitetin e tyre,
donë se I dënonte metodat e tyre në heshtje. Brigada nuk lindi si një eksperiment simbolik, por si një përgjigje funksionale ndaj një lufte që gjithnjë më shumë kërkonte më pak rregulla dhe më shumë rezultate. Zgjerimi I saj nuk ishte rastësi. U lejua, u ushqye nga vendime administrative, nga mosveprime të qëllimshme dhe nga komoditeti I të pasurit një grup të gatshëm për të vepruar pa kufi. Larg të qenit një devijimi izoluar, kjo njësi funksionoi si ingranazh I dobishëm brenda një projekti më të madh që kërkonte të rikonfiguronte rendin territorial, etnik dhe politik të Evropës lindore përmes përdorimit sistematik të terrorit. Me kalimin e kohës, ndërsa fronti po shkërmoqej dhe autoritetet po humbisnin kontrolin, brigada u bë e paqëndrueshme edhe për aleatët e saj. Ajo nuk u përgjigjej më komandave, nuk zbatonte urdhra të qarta dhe nuk bënte dalim midis objektivave strategjike dhe reprezaljeve pa kuptim. Në fazën e saj përfundimtare, ajo ishte një formacion e ndazak, I shpërbër, që vepronte më shumë nga inercia se sa nga drejtimi, por duke ruajtur të paprekur aftësinë e saj shkatëruese. Trajektoria e saj përfundoi pa lavdi, pa rezistencë të organizuar, pa trashëgjimi ushtarake. Por kujtesa e saj mbeti e gdhendur në fshatrat që ajo shkatërroi, në dëshmitë e shpërdara dhe në mbetjet që edhe sot dalin mes arkivave të paplota. Kuptimi I asaj që përfaqësoi kjo njësi kërkon të shkosh përtej të merit dhe të shohësh drejt për drejt mekanizmat që e bën atë të mundur. Kombinimin e pandëshkueshmërisë strukturore, dhunës së legjitimuar dhe braktisjes etike. Në atë hapësirë u krijua kërcënimi I vërtet, jo në teprimet individuale, por në normalizimin e të papranueshmes. Sepse kur një sistem ka nevojë për përbindësha, gjëja më e keqe nuk është që I krijon, por që I përdor pa e pranuar.